Atëherë përshëndetje të gjithëve, edhe mirë se keni uar në sesionin e radhës të Empower Business Webinars, që organizohet në kuadër të platformës Biznesi Im, edhe përkrahët nga projekti Enabling Income Generation for the Poor, bashkëpunim me Business Consultants Council. Sot kemi me folë për një temë që mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme për çdo biznes, që ka të bëjë me menaxhimin e rrezikut. Pavarësisht sektorit ose madhësisë të operimit të secilit biznes, mendoj që gjatë një periudhe të operimit ka me u ballafaqu me rrisje edhe aftësia aty në për të mi identifiku dhe për mi menaxhu që ato rreziqe është mendoj që është qelësi për një biznes të qëndrueshëm dhe të suksesshëm. Sot me neve e kemi kënaqësinë me pas zonjën Nora Asani, që është Chief Commercial Officer në Solution 25. Ka një përvojë të gjatë në zhvillimin e sektorit privat, po edhe në menaxhimin e sfidave më komplekse. Nora, faleminderit që na u ke bashkangjit, edhe është kënaqësi që je sonte me neve. Mirë se krijuar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit gjithë për interesimin për këtë webinar. Pa hup shumë kohë, unë po e ndaj ekranin me juve. Jam përpjek që me qenë pak edhe interaktiv, kështu që pres input edhe për juve, jo vetëm përmes sondazheve që i kam përgatitur për me i matë njohuri që i keni për temën, po edhe disa detyra që do t'i bëjmë gjatë kësaj një orës bashku. Tema, siç e tha dhe Tanita, Më falë që po të pengoj, për gjithë ata që dojnë me marrë fjallin gjatë prezentimit, pa dashur me ndërprej orën, munden me ngrit dorën edhe momentin që e shoh që është më e përshtatshme, ju hapi fjallin. Më falë Nora, mundesh me vazhdu të lutem. faleminderit. Atëherë tema është mjaft e rëndësishme, siç e tha edhe Tanita, ata që duan me pas sukses në biznes, duhet që patjetër edhe me matë riskun potencial që mundet me i kanos biznesit vet, e për këtë do të flasim gjatë këtij një orë që jemi sot bashkë. Për ata që nuk më njohin, unë jam Nora Hasani. Ata që më njohin nga roli im i më parshëm, jo në Solution 25, po tek Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare. Unë kam 17 vjetë përvoj pune në diplomaci ekonomike, kam punu në sektorin ekonomik të ambasadës Gjermane në Prishtinë gati 10 vjetë, pastaj kam udhëheq Odën Ekonomike Gjermane, edhe aty do të thotë për pas rolit klasik të përfaqësimit të interesave, të bizneseve antare, kemi bërë edhe promovim të investimeve dhe të eksporteve. Pra, gjatë komplet kësaj karrierës sime në sektorin e diplomacisë ekonomike, po e quj kushtimisht, i kam përkrahë mbi 500 kompani, qoftë kosovare, qoftë gjermane, që kanë dashur me hyrë në tregun kosovar, po edhe kompanitë kosovare që kanë dashur me eksportu për në Gjermani. Kështu që këtu përvoja është prej ndërmjetësimit kontratave të furnizimit për kompanitë e Kosovës, që ka qenë një rast po e marrë këtu 1 milion euro kontratë ndërmjetësume prej neve, deri te një investim 20 milion euro në sektorin e prodhimit në Kosovë. Për pas angazhimit që kam pas në OD edhe tash së fundin sektorin privat, ma konkretisht në sektorin tech, unë kam edhe shumë dëshirë me dhanë komunitetit, kjo është njëna prej arsyeve pse sot jam folë se këto. Kështu që krejt këtë përvojën, gjatë 8 viteve, ma shumë se 8 vjetë, ndaj edhe me komunitetin, jam antare në bordet ndryshme, kam role këshilluese për me dhanë kontribut në zhvillimin e sektorit privat, po dhe shoqërisë civile. Thot, përpas që jam kryetare bordit aktualisht në CDF, jam antare bordit në Shopware United në Holland, se lidhet ngushtë me sektorin e-commerce ku jam tash aktiv, po edhe në bordin industriale në AOK në FIEK, edhe në ITP. Me qenë se kam dëshirë me nda këto përvoja, shumë shpesh më thrasin edhe si folë se kjo është hera parë që është online, zakonisht i mbaj këto konferencat, se kam dëshirë me pasat kontaktin direkt me njerëz, edhe jam autore e 2 librave. Ka që për mu që me kriju ju një përshtypje se kush për ju fletë sot, edhe me kë do ta kaloni këtë një orë së bashku. Fokusi i punës tani është edhe për më ndihmu kompanive, në veçantë atyre në tech edhe në BPO, për me hyrë në tregjet jashtme, edhe për me u rrit, edhe aty gjatë pjesës dytë të këtij webinari do të fokusohemi pak më shumë, do të thotë kompanitë që janë në rritje, të scale-ups. Menaxhimi i riskut nuk është vetëm për ata i rëndësishëm, menaxhimi i riskut është i rëndësishëm për biznes, është i rëndësishëm edhe nëse jemi duke implementu një projekt, po edhe natyrisht nëse kemi plane për të ardhmen, më thotë, ka funksion në shumë sfera, edhe është e rëndësishme që të bëhet pra
një menaxhim i mirëfillt i riskut në çfarëdo lloj ndërmarrësie që kemi, çfarë lloj sektori që jemi, sepse përmes menaxhimit të riskut ne mundemi me marrë vendime më mirë të informuara edhe mundemi ashtu pra me arrit synimet edhe vizionin që kemi për biznesin tonë. Ne sot këtu fokusohemi do të thotë parimisht në gjitha këto terma generale që ta kuptojmë se çfarë lloje të riskut kemi në biznes, si matet risku, pse duhet me bo menaxhimin e riskut, më pse është e rëndësishme. I kam disa shembuj që i kam përgatit, jo vetëm ndërkombëtar, po edhe prej punës që e kam bërë unë me biznese. Edhe ajo çfarë kam dëshirë që sot, kur dilni prej këtij webinari, pra ti keni edhe disa kontakte orientuese, se nëse keni nevojë për ekspertizë shtesë ose këshilla shtesë, me ditë se cilat janë ato kompanitë me cilat mund të punoni, për shembull në mbrojtje nga sulmet kibernetike, apo nëse doni që të jeni më compliant sa i përket aspektit regulativ edhe ligjor. Unë e kam përzgjedh këtë thënie, se më pëlqen shumë sa i përket menaxhimit riskut. Risku vjen prej të panjohurës, prej asaj kur nuk e dim se çfarë po bëjmë. Këtë e ka thënë Warren Buffett, edhe kjo është një prej parimeve pra që lidhet me krejt këtë se çfarë do të flasim sot. Parimisht, për me menaxhu riskut, duhem me ditë se cili është ai risk që na ka noset neve në biznes, si mund me qenë ai risku potencial. Do të thotë, duhet ta identifikojmë atë. Ma vonë kemi edhe një ushtrim së bashku që të analizojmë se si mundemi edhe praktikisht me identifiku risqet. Ato mundet me qenë në format ndryshme, me na u ka nos prej dimenzioneve të ndryshme aktualisht. Do të thotë, kemi vrejtë që gjatë pandemisë, kemi pas një sfidë edhe një të panjohur me cilën në dashtë më ballafaqu, kjo është diçka që ndoshta nuk e kemi pas në strategjitë tona në menaxhimit të riskut, ka qenë më shumë e papritun. Ka risk që na ka noset nëse nuk i përmbahemi ligjeve ose nëse hyn fuqi regulativa të cilat duhet që t'ju përmbahemi në biznes. Risk mundi me pas edhe prej cash flow, problemeve që kemi me cash flow, kjo ka njëherë nuk varet prej kompanisë vetë, po varet edhe prej partnerëve me të cilët bashkëpunojnë, sa janë ata në gjendje me pagu me kohë për shërbimet ose për produktet që ne i ofrojmë. Risk që ka edhe mjedisore, do t'ja analizojmë mandej edhe në hollësitë të cilat janë ato, mirë po është e rëndësishme pra që t'i identifikojmë fillimisht ato, pastaj duhet që të vlerësojmë riskun, do të thotë në çfarë shkallë mundet me pas ai impact në biznesin tonë, edhe pastaj duhet që ta hartojmë një strategji se si e menaxhojmë atë risk edhe ta monitorojmë në vazhdimsi strategjinë tonë të qoftë reduktimit, qoftë eliminimit, po qoftë edhe komplet evitimit riskut. E për gjitha këto pra do të flasim sot. Mirë po, për ta njoft ma mirë audiencën, kam dëshirë më juftu që me skenu me telefon këtë linkun, këtë QR kodin që po e shihni, ose edhe nëse hyni në faqen menti.com, mundeni me shkryt komplet këtë kodin që e kam në slide. Ju kisha lut me hysë, unë e ka shoh edhe sa persona janë aktualisht online në Mentimeter, edhe që të analizojmë pra së bashku se cilat janë njohurit edhe cilat janë sfidat e juja aktuale gjatë bërit biznes dhe cilat sfida do të thotë ju preokupojnë ma shumë. Unë po shpresoj që gjithë e keni skenu këtë. Se unë pra do ta ndali këtu ekranin për me nda Mentimetrin. Faleminderit për durimin. Po shpresoj që tash po shihet. Okej. Do me thanë, ne kemi gati 40 pjesëmarrës, po veç 12 janë online. Hajde, ndoshta mundeni edhe tjerë të më pyetni se është me të vërtet metodë interesante për me matë. Mos hezitoni, është në të mirën e juaj, ndoshta e Edhe bëni unë nuk e në shoh kush është kush, do me thënë nuk e di ato. kush është në këtë rast Bret Koca ose Luani ose Gjarpni, është komplete anonimizume. Edhe ideja është veç me qenë pak ma interaktive, se këto webinarit din me qenë ko gjatë lotshme edhe na hup shumë shpejt vëmendja. Unë kisha thënë, po presim edhe pak, mundeni edhe gjatë gjithë kohës me u kyç. Okej, do të Për thotë, momentin e ki friz Nora, nëse mund është edhe njerë mja po refresh, po, se s'po del slide i parë. okej, tash, Mm. a jeni tu e pa?
Jo. Jo. Veç një sekond. Që po e testojmë prap. Ju kërkoj falje për këtë. Nuk e di pse po ndodh kjo. Tash edhe një herë po e testojmë. Çudi se para zbuni shumë mirë, Po, ndoshta se e testum para prakisht, ne, po. Mm. Apo e shihni tash? Jo, të paktën unë jo. Nëse mund të dikush tjetër Tjerët më na po. thonë, ose jo. Okej, veç një... Mirë, ne... Më falni, ndoshta unë e po shkyqem edhe kyqem prap. Kërkoj falje për këtë, se pare se testum shumë mirë, edhe na funksionoj për mrekulli. Nuk e di ç'a ndodhi. Pa problem. Muj me testu që ashtu me kyqje dhe rikyqje. Atëherë, pjesë mars, ju kisha lutë për pak durim. Së shpejti Nora ka më na ribashku, edhe po shpresojnë që ky eksperimenti që po dojmë me bo, ka me qenë interaktiv edhe ndobit ju. Qytetshme se më herët boni, po nuk e di, ndoshta probleme me connection, diçka nuk e di. Nëse ka ndonjë ekspert në mesin tonë që mund të më na ndihmu. Po Patreka mundesh? Apo ndëgjona? Po Patrek, po dëgjohesh. Nuk e di nëse po ju funksionon edhe tjerëve, po qatin nëse mund të më liru që kushdo që ka diçka me ja komente ose përgjigje. Po, momentin që e ngrit një dorën, mu i mi ju ap akses. Unë në chat po shoh që ki shkruajt pa merak, po presim. Tina ka shkruajt në pak. Në rregull, po më që e kem disabled. Që provo edhe një herë? Në orën e kemi na u ka ribashku. Okej, faleminderit edhe një herë për durimin gjithve, që po tentojmë prap. Do të thotë që jeni kyç përmes këtij kodi në Mentimeter. Edhe tash, apo mundeni me pa ekranin tim? Po. Okej. Nuk po ju shoh, apo e shihni këtë të Mentimetrit, cila fjalë ju bie ndërmend kur mendoni për menaxhim të riskut? Jemi tu e po fasin e parë kur u hap, gjitha slajdet, edhe slajdi i parë dhe slajdet tjera anash. Menaxhimin e riskut, sa keni njëri për menaxhimin e riskut. Në teori kjo shumë më mirë o duk. Ndoshta unë po vazhdoj pa Mentimeter, që mos ju marr kohë gjithve. Ndërsa na mujime të Pastaj përcjell. e testojmë pastaj prap edhe një herë, e testojmë më vonë. Pra, ideja e Mentimetrit ka qenë që ta masim njohurinë se me cilat vështirësi jeni duke u ballafaqu tani, çfarë dini ju për, do të thotë për
menaxhimin e riskut. Më falë Tanita, a shet tash këtë? QR kodin jemi të e po për momentin, llojet e riskut në biznes po. Vazhdoj, okay. Atëherë unë po ri këto. Okay. Ma vonë e testojmë prapë, se është me të vërtet është shumë platforme këndshme për me matë edhe për me pas interakcion me pjesëmarrësit. Do të thotë pyetjet që janë parashtruar aty janë se cilat lloje të sfidave keni momentalisht, nëse doni mundeni edhe me u përgjigj në chat, që të shohim se me çfarë jeni duke u ballafaqur tash, jeni duke pas frikë ndoshta prej sulmeve kibernetike, që është temë mjaft aktuale tash, apo është industria juaj e rrezikuar nga inteligjenca artificiale, edhe këto janë sfida që i ka momentalisht për shembull sektori kreativës. E keni vrejt ju prej momentit kur ChatGPT e ka funksionalizu një mekanizëm që mundet me kriju dizajne edhe fotografi përmes inteligjencës artificiale mbrenda një kohë shumë të shkurt kanë pas më shumë se 1 milion pra përdorus të ri, edhe këtu ka pas një panik të lehtë në sektorin e kreativës tek ata që merren me dizajn grafik, këtë veç po e marr si shembull. Do të thotë po shpresoj që mandej kthehemi prap edhe testojmë edhe një herë, po për mos më hup kohë, do të thotë këtu kanë qenë disa prej pyetjeve që i kanë parashtruar aty, edhe për me ditë pak a shumë sa keni ju njohuri rreth matjes së riskut, sepse menaxhimi i riskut, kjo temë që trajtojmë tani këtu, nuk është për ata që merren në baza ditore me këtë temë, është më shumë një webinar që më dha njohuri të përgjithshme, edhe më ju tregu se ku mundeni me gjetë pra qoftë matrica se si matet risku, qoftë edhe kontakte për me vazhdu me punu tutje në drejtim zhvillimit biznesit juaj për me eliminu ose me menaxhu më mirë riskun. Edhe pak ma herët e ceka që janë disa lloje të riskeve, unë nuk i kam përfshit gjitha këtu në këtë slide. Njëri prej rreziqeve që ju kanoset bizneseve është për risku financiar. Kjo ka të bëj jo vetëm me likviditetin edhe me cash flow, po ka të bëj edhe, do të thotë, e përmenda sa janë të fort partnerët me cilët bashkëpunojmë, sa janë ata të gatshëm me i pagu faturat në kohë. E shoh që në Kosovë kjo është me të vërtet akoma një temë që shumë biznesve ju shkakton brenga. Pastaj është risku operacional, pra risku që na kanoset prej proceseve të brendshme, nëse ato nuk i kemi të optimizuar, nëse ka gabime që bëhen nga stafi, nëse ka edhe vështirësi me makineri varësisht prej sektorit ku jemi. Risku strategjik, kjo lidhet shumë me menaxhmentin e firmës, thotë këtu shohim risk që na kanosen nëse ka gabime në vendimarrje, nëse ndryshon për një herë konkurenca, edhe këtë vrem Kosovë, ka sektor për ma herët ku ka dominu një kompani që ka pas pjesën kryesore tregut, edhe janë kyç 2-3 kompani konkurrente, edhe këtu pra duhet me analizu në këtë rast se çfarë ka me qenë ajo vlera shtume që e sjellim ne në treg, edhe cilat janë ato riskë strategjike që mundemi me i analizu edhe me i paraprije, me menaxhu. Çfarë kemi vrejt tjetër, kjo prapë po e marr si shembull pandemin, është mungesa e mindsetit të kompanit nëse nuk kanë dëshirë me përqafu ndryshimet. Me komplet të ndryshimet geopolitike edhe tash që po ndodhin, po edhe me do të thotë sulmet kibernetike, me gjitha risiqet që na vijnë nga inteligjenca artificiale, duhet me i pas edhe këto parasysh kur e analizojmë pra riskun në aspektin strategjik, edhe me qenë shumë më të adaptueshëm ndaj gjitha ndryshimeve. E përmenda edhe riskun kibernetik disa herë edhe këtë nga inteligjenca artificiale. Shumë e rëndësishme është edhe risku ligjor që duhet me u marrë, varet prej industrisë, ka industrisë që janë të stërregullume, sikur për shembull ai i shëndetësisë, edhe duhet pastaj që Nora? regulat rrugën vazhdimësi se e dim ne që ndryshojnë e përshtaten, edhe duhet kompania me pas parasysh dhe gjitha këto. Po. Patëm një shkputje të vogël, mirë po je kthy.
Po, do të thotë risku ligjor është i rëndësishëm me u marrë jo vetëm sa i përket ligjeve të shtetit ku operojmë që duhet me i pas parasysh, po edhe rregulloreve të mbrëmshme, këtë e kam cek me qëllim këtu, se ka kompani të cilat do të thotë ka raste që i shkelin edhe rregulloret e tyre të mbrëmshme e kjo pastaj edhe tash dalim të risku i reputacionit mundet me shkaktu që kompania me pas reputacion të keq. Edhe kjo pastaj ndikon në perceptimin e firmës, në brandin, dhe ka jashtëzakonisht impakt të keq. Risku mjedisor gjithashtu e kam thënë këto, mirë po sot nuk do të ndalim që të flasim për këtë, se jam duke u fokusu në disa tema që janë ndoshta kështu ma të përgjithshme, ma gjenerale. Çfarë është e rëndësishme me u kuptu këto është që menaxhimi i riskut nuk është një aktivitet që e bojmë një ditor, që ulemi komplet menaxhmenti ose e mbledhim stafin edhe analizojmë se cili është risku dhe si duhet që ta menaxhojmë ose ta reduktojmë atë. Kjo është një qasje sistematike. Do të thotë, secila kompani duhet me analizu, identifiku riskun edhe pastaj gjatë gjithë procesit të punës me implementu edhe me monitoru atë strategjinë cilën e ka hartu, edhe duhet që komplet do të thotë me qenë të involvum jo vetëm menaxhmenti, po edhe punëtorët me kuptu se cilat janë politikat e kompanisë në mënyrë që kjo me të vërtetë me pas edhe efektin e saj të duhur. Se këtu nuk po flasim vetëm për raportet auditimit që kanë të gjetura, po flasim që me të vërtetë të ndërmirën në kompani masa edhe hapa të sigurt, ashtu që të mbrohet gjithmonë pra asetet e kompanisë, të mbrohet pasuria e kompanisë, se këto riskjet shumë shpesh mundet me pas damet mëdha që i shkaktojnë kompanisë, jo vetëm në aspektin financiar, po edhe në aspektin e mbrojtjes të stafit nga rreziqe të ndryshme. Unë po i përmendi këtu 5 hapa që janë shumë të rëndësishëm nëse veç kemi dëshirë që me menaxhu riskun në kompaninë tonë. Fillimisht duhet që të identifikohet risku. Këtu ka matrica të ndryshme se si mund të bëhet kjo. Nuk do me thënë çdo rast që duni me marrë një konsulent jashtëm, mirë po gjithmonë është natyrisht e preferueshme, edhe nëse keni dëshirë me angazhu konsulent, që janë ekspert për m'ju hartu strategji të tilla, atëherë gjithsesi duheni me kontaktu me Business Consultant Council, që është edhe organizator bashkëorganizator i këtij webinari. Do të thotë, e rëndësishme është që të mblidhen informacionet relevante për firmën, është e rëndësishme që të lexohen edhe raporte industriale, varësisht prej sektorit ku jeni. Tash më vjen keq që nuk e patëm atë sondazhin që me ditun edhe cil sektor janë pjesëmarrësit. Është mirë me u përcjell gjitha këto trendet, sepse edhe këto trendet globale, në veçanti vështirësi gjeopolitike që jemi tu i pa edhe për cilat jemi duke informu dita ditës, kanë ndikime direkte në industrit respektive për me identifiku risqet potenciale që mund me na u kanos. Jo sot, se nëse sot e kemi veç një problem, atëherë kemi dështu në menaxhimin e riskut. Sot nuk është ideja me ndalë zjarre, si me qenë zjarë fix, po me mendu në mënyrë në perspektivë, se cili prej juve që është ndërmarrës këto, besoj që e ka një vizion edhe din se ju vetëm cilat janë synimet vjetore që doni me arrit në biznes, po e dini se cila është rruga juaj, cili është vizioni juaj për me u rritë si kompani. Edhe duhet pas parasysh atë vizionin që e keni, duhet edhe njëjtën kohë me analizu se çfarë po ndodh në industri, në tua jo vetëm Kosovë edhe në rajon, po globalisht, ashtu që me i parapri një risku potencial që mundet me ju kanos. Thot hapi i parë është identifikohen riskjet, hapi i dytë është i vlerësojmë se çfarë potenciali kanë ata. Nuk është se cili risk potencial me impakt të njëjtë ose të barabartë në biznesin tonë. Disa munden me pas një impakt shumë të madh, edhe atëherë nëse i prioritizojmë, mundem me pastaj në hapin e tretë, kjo e bjen sikur mitigation ose reduktim i riskut, me analizu se cilat janë ata strategjitë për me reduktu riskun, edhe pastaj për me menaxhu riskun e tillë. Unë qash po i marr disa shembuj konkret që mos me qenë kështu shumë teorike. Gjatë përvojës punës në veçanti këtu me sektorin privat në Kosovë, e kam vrej që kompanitë kosovare do të thotë
e kanë një klient të madh ose kryesor, edhe janë shumë të kënaqur me kontratën me cilën kanë lidh, edhe pastaj lidhen komplet për një klient ose për dy klient. Edhe në momentin kur ai klient ka vështirësi edhe e anulon kontratën ose nuk don më me u furnizu prej kompanisë Kosovës, ajo kompani komplet rrezikohet. Kështu që është shumë e rëndësishme nëse është pasi risk që nuk ka do të thot diversitet të hyrave që lidhemi vetëm për një klient shumë të madh, atëherë duhet me analizu edhe me vlerësu çfarë impakti mundet me pas nëse ajo kontratë shkëputet. Edhe pastaj si hap tjetër strategjik, këtë veç po e marr sikur një shembull të një problemi konkret, është diversifikimi i klientëve. Edhe mandej në kuadër të kësaj, edhe pse do të thotë kjo ka të bëjë me menaxhim të riskut, duhet ne me analizu se cili është ai profili ideal i klientit ton. Edhe kur e dim sakt se cili është ai targeti, për shembull, ne si një kompani e tekut, e dim sakt se kujt mundemi me ofru shërbimet tona. Ato kompani tjera teknologjisë, me cilat kemi dëshirë me bashkëpunu për mi eksportu shërbimet tona, apo janë ato kompani cilat kemi dëshirë me ofru shërbime. Nëse identifikojmë kush janë klientët tonë, për me zgjidhë do të thotë këtë riskun që identifikum, që s'bën me u lidh veç me një klient, atëherë duhet me analizu se ku mundem me gjetun këtë klientin tim ideal? A është ky klienti im ideal që shkon në panajire? Do të thotë, a është hapi jam i ardhshëm për me gjeneru klient të ri me marr pjesë në panajire? Apo është ky klient imi ideal dikush që mundem me gjetë përmes hulumtimeve në internet dhe me pas një listë ideale të kompanive me cilat kam dëshirë me bashkëpunu edhe mandej i kontaktoj qoftë me telefon, qoftë me LinkedIn për me kriju lidhje dhe leads, apo është ky një klient si muj me gjetë të qenë aktiv në shoqata, për shembull në Oda Ekonomike në Kosovë, se aty direkt kompanit antare takohen në nivelin më të lartë menaxherial, edhe pastaj nuk duhet me shit shërbime, po kryojmë raporte të ngushta dhe ashtu munden me lind ide të reja për biznes. Do të thotë kjo është një pjesë e si mundet me u duk kjo strategjia, pra po kthehem kush e kemi identifiku që është risk i madh, nëse kam vetëm një klient madh, vlerësimi ka qenë që është me prioritet nalt me gjeneru dhe klienta të ri, pastaj në kuadër strategjisë mundemi do të thotë me analizu edhe këtë. Vetëm si shembull, e mora këtë që diversifikimet të klientëve së të hyrave të biznesit. Pastaj është shumë esenciale që nëse e kemi hartu strategjinë tonë, ky ishte vetëm një element që me pastaj monitorim edhe po kjo monitorimi, auditimi, raportimi, kjo lidhet shumë edhe me riskë tjera që përmendëm veçani me ato financiar, po edhe me ato të mjedisor. Çfarë është e jashtëzakonshme për me pas sukses është komunikimi transparent. Komunikimi transparent jo vetëm me stafin, po edhe me të gjithë partnerët që janë të involvuar në biznes. Do të thotë shumë shpesh hasim kompani që bojnë monitorim edhe kanë auditime, edhe pastaj ato gjetura kur nuk implementohen. Do të momentin që kur I kemi gjeturat edhe kur e dim se si mundemi me zgjidhni problem, është shumë e rëndësishme në mënyrë konsistente edhe me implementu këto. Prandaj edhe thash nuk është një aktivitet që po e bojmë një herë, po është diçka që duhet në vazhdimsi me u përcjell edhe në gjitha instancat, jo vetëm menaxhment, po edhe në pjesën operacionale. Kaltrina Zeneli e ka ngrit dorën pak ma herët, nuk do është edhe Nura me të qa ke të folë. Kaltrina, se ki ndonjë pyetje ose diçka? Jo, pyetje nuk po, po thash që funksionoi ke dërgova atë pyetjen të sondazhit, po nuk e di pse nuk I shfaq ke pyetje tjera për ata. Okej, faleminderit Kaltrina. Unë çka deshta për mos me qenë kjo shumë teorike, me ju ofru që me bo bashk një analizë pastel, nuk e di tash ju që jeni në audiencë sa keni përvojë me analizat të tilla, ose a ju ka rënë ndonjëherë me matë riskun në kompaninë e juaj ose në organizatën e juaj sipas këtij modeli. Nëse doni, mundeni tash me I marr 15 minuta kohë edhe me analizu për biznesin e juaj, ose edhe një biznes fiktiv, po zami me të dashur me hap një dyqan për me shita kullore, edhe mandej me analizu se cilët mund me qenë këta faktorët sipas pastel analizës që
paraqesin risk potencial për zhvillimin e biznesit tonë. Unë mundem m'ja u dha një shembull nga jeta ime profesionale, se do të thotë prej punës paraprake kam pas të bëj shumë me riskun politik që ka kanos investimeve në Kosovë, edhe do të thotë sa herë që është marrë parasysh investimi në Kosovë nuk kanë lujt rol vetëm e faktorët ekonomik, social, ligjor, po edhe faktori politik. Do thotë sa ka qenë Kosova stabile, mandej e dini këto lajmet që kanë qenë për luftë eventuale, edhe ato kanë pas një ndikim, që është dashur pastaj jo vetëm me identifiku që munden me shkaktu vështirësinë vendimarrje për tërheqjen e investitorëve, po edhe me i mitigu. Në çfarë forme kemi vepru për shembull atëherë, veç po e marr si shembull, kemi ofru informacione. Do të thotë i kemi ofru investitorëve potencial, që këtë e kam pasi riskun politik, një bisedë me qeverinë e Republikës Kosovës, me dyert mbylluna, ku mandej janë shkëmby për gjithë ato brenga që i kanë pastaj me qeverinë gjermane, që me i pas prej të dy anëve informacionet, sepse pra po dalim të ajo që e tham në fillim, krejt kjo, do të thotë analiza e riskut, nuk do me thonë që ne tash duhet me u shmang riskut edhe mos me investu, ose mos me u zhvillu si biznes, se gjithmonë është e rëndësishme me matë riskun edhe me qenë të gatshëm edhe me hy në atë risk, ashtu që mundemi me shkututje. Në veçanti ndërmarrësit edhe biznesmenët janë ata që nuk kanë frikë me rreziku, se kjo është pjesë e të bërit biznes, se ndryshe s'kishit pas biznese asnjëri për juve që jeni sot këto, se kishit mbet, do të thotë me një fazë ku veç kemi frikë edhe do m'ju shmang edhe mi eliminu këto. Do të thotë ky është risku politik. Po unë tash veç po ju la juve, do të thotë që ti lexoni këto, risku politik është i shqyrton këto ndikimet e politikave qeveritare, çfarë stabiliteti ka, çfarë do të thotë sa është stabil edhe sistemi fiskal e financiar me një shtet, ekonomik i analizon gjitha faktorët makroekonomik që janë të një shteti, social, faktorët social, kulturor, këtu ka të bëj edhe me migrimin edhe me fuqinë punëtore edhe gjitha këto, teknologjik, varësisht prej sektorit, do të thotë edhe këto mundet me pas risk sa shpejt është tu digitalizu një industri, edhe cilat janë ato përparësi po dhe vështirësi që na sjellin mjedisor gjithashtu, ka sektor, në veçanti sektorët e prodhimit, sektorit prodhimit metalit, edhe prodhimit industrial, që pastaj për shkak disa rregullave që kanë hyrë në fuqi në veçanti në Gjermani është ligji për menaxhimin e zinxhirit furnizimit, që pastaj i detyron me raportu edhe me implementu, do të thotë shumë mekanizma brenda firmës për me ju përshtat këtyre faktorëve edhe rregullave mjedisore që janë të përcaktuara atje, edhe gjithashtu ligjor. Unë po ju la 15 minuta kohë për me përgatit një pastel për firmën e juaj, apo edhe për një firmë fiktive, edhe pasaj kisha dashur që dikush për juve më inkuraju edhe më na prezantu, do të thotë cilat kanë qenë ato vështërsi ose riskë që ju i keni identifiku në këtë tabelën që po e ndaj këtu me juve. Mundet me qenë, si që thash, edhe një dyqan që shet akullore. Dhe me thanë, prej tash, i keni 15 minuta kohë, edhe pastaj kthehemi për pjesën e dytë, aty kam dëshirë me nda disa shembuj shumë konkret me gabimet që i bëjnë kompanit cilat janë në rritje, edhe mënyrat se si mundemi pra me evitu ato gabime për me siguru rritjen e biznesit.
Në ndërkohë sa jeni duke punu, po provoj prap me ndo këtë faqen parës që na dështoj. Atë dhe kesh tu të shkrujt nëse mujem mi testu, që po ban. Okej. Perfekt. Kështu që kush përfundon ushtrimin, kjo nuk do me thonë me u bo edhe tash, mirë pa ata që kanë dëshirë, munden me nda me neve, kur të përfundon koha, i keni edhe 6 minuta, e ata cilët nuk janë disponim me punu ushtrimin, ose që kanë dëshirë me marë pjesë në këtë sondazhin me Mentimeter, munden me u kyqe dhe aty ndërkohë. Nëse ju duhet me kthyem prapa atë slide-in për me I pa, do të thotë këtë matricën e pestellit, më tregoni e kthej. Edhe gjithashtu nëse ka vullnetar që kanë dëshirë me nda me neve analizën që e kanë bo, munden e lirisht me ngrit orën. Nëse jo, dhe ajo është në rregull, vetëm se ishte ideja që me pasën një ushtrim praktik, cilë mandej munden e, se kjo nuk kryet për 15 minuta, është shumë e qartë, po veç sa për mja u dhani një ndjenjë se si mundemi me analizu riskun. Kjo është vetëm një metodë, ka edhe metoda tjera. Unë shpresoj që Tanita pastaj më jep mundësinë që më ju dërgoj edhe me email, ju vetëm prezantimin, po edhe informacione tjera që mundeni me I lexu checklista, edhe kontakte që janë tjera të vlefshme. Po, pa tjetër, pas do vim venuari, ju dërgojmë edhe linkun ku munden mi po regjistrimin e plot webinarit, po edhe që ato që ka dokumente që zakonisht faqesit e ndojnë,
ju përcjellim. Listën e emailave e kemi, kështu që Patrik Nushi ka ngritur dorën, po do më thonë diçka? Po, Patrik? Përshëndetje, Përshëndetje. ishta më kyç në lidhje me analizën Pestel. Po, Pra, për prezantuar në spori, jam Patrik Nushi prej kompanisë ANZ Izolime me lokacion në qytetin e Gjakovës. Ne merrem me prodhimin e materialeve izoluese prej pirit edhe leshit të burit për izolimin e gypeve. okay. Ndërsa sa i përket analizës Pestel, tek aspekti politik mundemi cek rregullat që i vendos shteti mbi ndërtimin dhe izolimin që bëhet për shtëpi, objekte banesore dhe tjera. Ku mundemi me vendos, domethënë, çështjen që për shembull mundet me vendos me një aspekt mu subvencionu, po në anën tjetër mos mi përfshin produktet që ne i prodhojmë. E kuptoj, po. Nga aspekti ekonomik, mundemi cek shpenzimet që na ndodhin deri tek produkti final që e kemi, për shkak se ka lashmëri, domethënë e lënda e parë që ne marrim nuk e marrim nga Kosova, po janë për shembull produktet janë prodhues tjerë si italian apo nga Greqia, apo knaufi që është me baza të ndryshme, dhe mundet me qenë lashmëria çmimëm, po ashtu ndikon norma e inflacionit apo kursi i këmbimit. Po. Duke qenë që eksportojmë dhe importojmë. Edhe në anën tjetër edhe për shresin, në momentin që shresin për shembull kemi shitje në Zvicër, për shkak se 95% materialit për momentin e kemi si eksport. Edhe në momentin që i dërgojnë një çmimore tek një klient në Zvicër, nëse ka lashmëri, për shembull kursi i këmbimit mbi frank dhe euro, atëherë ti nuk mundesh klientit kërkohen me i thonë që tash duhet me ndryshu çmimin për shkak të kursit këmbimit. E vërtet, po. Edhe kjo është Nga aspekti shoqëror, po i ceki gjitha pikat nga pak. Po, patjetër, gjithsesi, faleminderit. Po, shumë faleminderit. Nga aspekti shoqëror, për shembull, mundem me cek ndërgjegjësimin e njerëzve mbi përdorimin e materialeve izoluese, për shkak se e dim edhe na vetë që në momentin që ndërtohet një shtëpi, gjithmonë është ajo që e ka një farë paraprakisht e kanë vendosur ose kanë një farë shembulli që e marrin për me ndërtu, edhe hezitojnë që me përdor një produkt ri. Për ata dhe në Kosovë për momentin produkti jonë deri në 5% kemi mujt me vendosur në treg. Edhe pse i kemi cek që kurse në energji e mbrojt nga zjarri, për shkak se është një produkt që deri në 650 gradë nuk digjet. Po prapë është ai ndërgjegjësimi i njerëzve që sa ja vlen me investu në këtë material. Tek aspekti teknologjik i kam vendosur 2 pika, është kosto e makinerive dhe renovimi mbi teknologjinë, për shkak se makineri që përdoren në kompaninë tonë, do të thotë një makineri, një ndër tyre kushton 100.000 euro. Edhe në momentin që del një makineri e re, do të thotë është një kosto shumë e madhe e ndrimit makinerive ose ndjekjes së hapit mbi zhvillimin teknologjik. Se kështu në aspektin tjetër teknologjia, si për shembull përdorimi i AI-s, inteligjencë artificiale, si në marketing, si në design, në shumë sene, si në analiza, për shkak se ka dhe mundësia bërës analiza ose financiare, edhe shumë analiza tjera përmes AI-s, kjo ka lecu, jo vetëm biznesin tonë, po unë mendoj që cilin biznes që operon në Kosovë. Në momentin që din me përdor ose ndjek kurse me përdor është një investim dhe jo një kosto. Shumë vërtet, po. Nga aspekti mjedisor, produktet që ne i përdorim janë me 0% mbetje. Do të thotë se cili produkt ne kemi edhe atë kampanjën që nëse përdor materialin tonë, mbetet mos i hodh, po kësaj te na për shkak se na prapë i riblej. Që i bën që është një e mirë mbi ekologjinë apo ndotjen e ambientit. Në aspektin ligjor kam vendosur lirimet që ndodhin në momentin që eksportojmë apo importojmë, pra ligjet që i vendos shteti mbi eksportin, importin,
për shkak se ne tashtu e di që një makineri 100.000 euro edhe pjesë të rezervë që i ka aty i ka të kushtueshme. Në momentin që na lirohet neve për shembull makineria si prodhues, pse mos më na liru edhe pjesë që ne marrim në momentin që riparojmë atë makineri. Kjo është një që jemi në diskutime edhe me doganën edhe me ligjet që bën mbi këto lirime që kemi si prodhues. Ose edhe certifikimet apo standardet që kërkon shteti në momentin që ne vendosim me prodhu një produkt ose me nxjerr një produkt të ri. Po e kuptoj që domthonë janë ato standardet që ne jemi certifikuar, por në momentin që ka lëvizje ndryshohet standardi ndoshta pa një paralajmërim, apo janë disa kërkesa që ndoshta shumë janë kërkesa tjera që janë më të vlefshme se sa këto që i vendos shteti mbi produktet. Po, shumë faleminderit zoti Nushi që keni ndo akredito. A keni bu më herët ju analiza tilla për biznesin e juaj? Unë do të thotë me profesion jam kontabilist, kam kryer masterin edhe e kam pas fatin që në master e kemi pas edhe lëndë menaxhimin e riskut. Prandaj edhe i kam vendosur pak a shumë praktik në këtë biznesin ku tash po operoj. Këto pika që i përmendet janë me të vërtetë rëndësishme. Katrina, po e shoh edhe ti që e ke ngri dorën, tash e jap fjalën. Një shembull konkret, pse duhet me pas edhe furnitor alternativ. Do të thotë me cilët ju keni furnitor me cilët punoni tash, qoftë për lëndë të parë, po alternativ. Ju kujtohet në kohën e qeverisë zotit Haradinaj, kemi pas atë tarifën 100%. Edhe ajo ka qenë një vendim që është komuniku ad hoc, ku kompanit nuk kanë pas mundësi që paraprakisht mu përgadit, edhe ka pas kompani prodhuese cilat veç kanë porosit edhe kanë para pagu për landën e parë që kanë marrë në këtë rast prej Serbisë, edhe kanë pas, që kjo lidhet tani edhe me këtë riskun financiar, kanë pas edhe kredi, ku është kalkulu, dhe me thëmë bazë çmimeve që ata i kanë planifiku për me kthy kredin. Me ato furnitor që i kanë pas në Serbi ose në Bosnë në këtë rast, në sektorin e përpunimit metalit kanë qenë këto dy vështërsi, edhe brenda natës nuk i kanë pas ta furnitor mase, janë rrit çmimet, edhe do është me gjetë alternativa. Kështu që edhe pa ndodh një katastrofë, po e quaj kushtimisht e tillë, duhet veç me pas alternativa të gatshme gjithmonë me pas ka 2-3 partner potencial që i majmë si plan B në rast se ndryshojnë çmimet e tregut, në rast se ka dhe komplikime të tilla sa i përket politikave që i zbaton shteti ad hoc, se këtë përmendet edhe ju, do të thënë nëse ka tarifa që nuk janë planifikuar, nuk janë të komunikuar me kohë që mujt bizneset me vepru paraprakisht edhe me u përgatit. Dhe një rast është që tash për shembull dogana ka qitë një lajmërim me datën 12 shkurt, që nga 1 prilli nuk mundeni me eksportu në vendet e BE-s pa një rregullore. Po prej atij lajmërimi deri me datën 1 prill asnjë përshkrim tjetër çka do të me vepru si një kompani që eksporton në vendet e Bashkimit Evropian nuk e kanë vendosur. Po kuptoj. Çka do të ndodh për shembull me atë kompani që eksportoi. Po. Edhe këto janë, do të thotë, e tash për shembull në kompanitë eksportuese veç duhet me i parapris se këto regulativa që janë në fuqi ose dhe direktiva që i ka BE-a, ato atje veç paralajmërohen shumë më herët, është ky ligji për menaxhimin e zinxhirit furnizimit, që është ligj gjerman, por që afekton pastaj edhe partnerët e kompanive gjermane ku ato furnizohen, do të thotë është promovu vite e vite me radhë tek kompanitë që janë në vendet me cilat bashkëpunojnë kompanitë gjermane. Do të kanë herë nuk vjen informacioni prej vetë shtetit, sikur në këtë rast prej Kosovës, po në këtë rast prej BE-s, edhe duhet edhe ne vetë në mënyrë proaktive mu informu se cilat janë ato ndryshime në industrinë tonë përkatëse se kom përmend edhe krejt në fillim, do të kur identifikojmë riskon, duhet me mbledh edhe informacione se cilat janë trendet, jo veç në Kosovë në rajon, po se çka po ndodh globalisht edhe çysh mund ato me na afektu. Katrina, po ta jap fjalën edhe ty shpejt.
Përshëndetje për gjithë, unë jam Kaltrina Zeneli nga kompania Artakulli Group. Është një kompani që operon në Kosovë prej vitit 2017, bazohet në sistemin e networking. Është kompani që fokusohet në shitje online me një gamë të gjerë të produktesh si tekstil, bizhuteri, aksesor, edhe që operon 3 shtete në Kosovë, Shqipëri edhe Maqedoni. Unë e kum bo një analizë pastaj më herët se kum pas lëndë në fakultet. Tek ndikimi politikave qeveritare mbi tregtinë online dhe importin e mallrave lunë rol këç, stabiliteti politik dhe ndikimin e çmimin e produkteve për shkak të tatimeve ose tarifave doganore, si dhe rregulloret për bizneset online dhe mbrojtja e konsumatorit. Te ekonomik është inflacioni dhe ndikimi në fuqinë e blerësve të klientëve, kostoja transportit dhe kursi i këmbimit nëse importon mallra siç e pat edhe parafolsi. Norma e interesit dhe ndikimi në investimet apo kredi për zgjerimin e biznesit. Tek faktori social janë tendencat e modës dhe ndryshimi i preferencave të konsumatorëve, rritja e blerjeve online dhe ndikimi i mediave sociale në sjelljen e klientëve, si dhe ndikimi i influencerëve dhe marketingut në platformat digjitale. Kurse tek aspekti teknologjik është përmirësimi i platformave të tregtisë online dhe siguria e pagesave digjitale, rëndësia e optimizmit të faqes për eksperiencë të produktit, të përdoruesit, përdorimi i inteligjencës artificiale për rekomandime më të mira për klient, kurse tek mjedisor është ndikimi i produktit të qëndrueshëm dhe kërkesat për tek stile ekologjike, mënyra e paketimit ekologjik për me reduktu ndotjen plastike, ndikimi i ndryshimit klimatik në zinxhirin e furnizimit, si dhe tek aspekti ligjor janë rregullore mbi shitjet online, përfshirë edhe politikat e kthimit dhe mbrojtjes të dhënave të klientëve, po ashtu ligjet për etiketimin dhe cilësinë e produktit, sidomos për tekstilet dhe bizhuteritë, edhe taksa mbi biznesit online dhe detyrimet ndaj shtetit. Shumë faleminderit Kaltrina. Faleminderit juve. Më pëlqej qysh e ke konceptu komplet edhe shpresoj që kjo ju ndihmon atyre që se ka njoft Pestellin, po prap ju thash të thot bashk me prezantimin ja u dërgojmë edhe një herë, jo vetëm këtë, po edhe matrica tjera që mundeni me matë riskun qoftë vetë, qoftë me ekspert, qoftë me tjerë që i keni në ekip menaxhimit, se me të vërtetë është e rëndësishme për me ju parapri. Ne po kthehemi shumë shpejt Mentimetri, do të thot faleminderit juve 17 personave që keni marrë pjesë këto, thot në pyetjen se cila fjalë ju bën ndërmend kur menoni për menaxhim të riskut, menoni për rrezik, për kujdes, për vështirësitë operacionale, këtu po shkruan gjetjet e klientëve, financial crash, këto janë ato që ju bën ndërmend ju preokupojnë. Në cilin nivel jeni ju, tash besoj që mundeni me pa këta, në cilin nivel i keni njohurit rreth menaxhimit të riskut. Kjo ka qenë për mua rëndësishme me ditë në fillim. Do të thotë se kjo nuk është, definitivisht nuk është workshop ose webinar për ata që janë eksperta në këtë drejtim, se veç i bëni rifreskim të njohurive të juaja ndoshta. Ata që janë më të avancuar ose janë ekspert munden edhe vetë me nda mendime, këshilla për strategji edhe për mënyra tjera se si mundemi me matë riskun për pas me SWOT analizë ose me Pestel. Po vazhdoj të slajdi tjetër. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për me kuptu nëse me çka jeni tu preokupu momentalisht. A është për juve më shqetësuese risku operacional, do të thënë riskun që keni me zinxhir të furnizimit, me dështime proceseve të brendshme, apo është risku i tregut, do të thënë në çfarë forme është ndiku krejt kjo që ka po ndodh në botë, qoftë lufta në Ukrainë, qoftë komplet që këtë disponimit që është global me këto ndryshimet e mëdha politike në Evropë dhe në Amerikë, apo keni preokupime sa i përket riskut financiar, apo jeni tu preokupu me riskun kibernetik, se me të vërtet jemi tu vrejt që ka shumë tentime edhe në Kosovë për sulme kibernetike. Inteligjenca artificiale është shumë mirë tha zoti Nushi, është na ndihmu shumë, se do me thënë shumë procese janë tu automatizu, njëjtën kohë bizneset janë tu kursy shumë.
Tash ka edhe do të thot platforma ku mundemi brenda minutave me kriju websajte, dizajne, me angazhu edhe agent AI që me kry plot procese operacional ku na ka ndasht njerëz, mirë po njëjtën kohë edhe rrezikohen disa biznese, cilat do të thot tash gradualisht janë tu zaventsu prej inteligjencës artificiale, edhe riskun e gjarë në kuptimin që nëse bëni punësimet gabume ose nuk mundeni me u rritë se s'u po gjeni punëtorë se nuk po menaxhohen si duhet stafi. Okej, po e shohim që përgjigja risku do të thotë i tregut, kjo market risk edhe risku kibernetik kanë baraz poena edhe ju preokupojnë ma shumë. Cilën nga këto, për cilën nga këto keni ma shumë njohuri? Do thotë, keni ma shumë njohuri rreth vlerësimit të riskut, rreth reduktimit të riskut, për monitorim apo për komunikim? Do të fillimisht e analizojmë, identifikojmë se cilat janë rrezikët, pastaj krijojmë strategji se si mundemi ato me i reduktu, eliminu. Mandej duhet që ato që i kemi identifiku edhe i kemi vlerësu se duhet me u menaxhu, me i monitoru në vazhdim si monitorimi është i rëndësishëm pastaj edhe për identifikimin e rrezikeve të reja. Dhe gjitha kjo normalisht që nuk bën kurse se pa komunikim të mirëfillt edhe transparent, jo vetëm te stafi po edhe te partnerët. Okej? Thënë këto në përgjigjet e juja, vazhdojmë tutje. Këto pyetja do të thotë, nuk është shfaq fare pyetja. A jeni të i pa një pyetje poshtë ajo? E, oh, Okej. Shkojmë Atëherë, në Gobo. a jeni të pa pyetja? Jo, Jo, okej, atëherë. do një quiz. Mirë. Atëherë kështu në ndërpreva këtë edhe i kthehemi shumë shpejt prezantimit. Apo e shihni prezantimin? Po, jemi të 5 Me thënë pastilën e kemi identifiku riskun, tash çfarë bëjnë kompanitë? Ka kompani që komplet i shmangën risku. Do me thënë nëse kanë vlerësu që është me risk shumë të lartë me hyrë në tregun, vetëm po e marr si shembull të Shqipënisë, atëherë thonë, "Ok, në planin tonë zgjerimit nuk zgjerohemi në Shqipëni ose në Serbi ose në vendet e rajonit, po e kemi në plan me hap një deg ose zyre ose me gjetë partner në tregun evropian." Kjo është një metodë kur i shmangemi riskut. Metoda e dytë është kur e reduktojmë riskun. Do të thotë analizojmë se cili është risku potencial. Pra po flasim për potenciale, edhe analizojmë se si mundemi me reduktu, ashtu që nëse me të vërtet na bjen me u ballafaqu me këtë risk, na shkakton probleme, me pas sa më pak humbje financiare prej tij. Pastaj është transferimi i riskut, kjo është në rast se identifikojmë po e zam që mundemi me pas dëme të ndryshme në fabrikën tonë, atëherë mundemi me kontraktu një kompani të sigurimeve që merr përsipër atë pjesë të mbulesës riskut. Tjetra është pranimi i riskut. Prap, e thash edhe shumica për juve këtu sigurisht veç shumë shpesh e kanë marrë përsipër një risk, e dini çfarë potenciali ka firma, çfarë potenciali ka produkti ose shërbimi juaj, e dini që është një risk i caktuar që sin e keni mat ju, edhe prap se prap jeni aq të bindur në atë vizionin e juaj që merrni përsipër riskun për me u rrit, se ndryshe bizneset nuk rriten. Domethënë pa risk nuk mundeni edhe me depërtu. Gjithmonë është një risk. Një risk është edhe nëse fillojmë eksportin e parë, një risk është edhe nëse hapim një deg ose një zyre në një qytet tjetër të Kosovës, nuk do me thënë vetëm jashtë, edhe marrim përsipër këtë riskun, edhe tjetra është ndarja e riskut, kjo bëhet zakonisht kur janë investimet të thotë më të mëdha, kur jemi të fol për joint venture në ngjashëm. Do të secili fillimisht kur e analizon, pastaj edhe e harton atë strategjinë në mënyrën se si mundet dhe duhet mas miri edhe çka i përshtatet kompanisë, do të thotë mënyrën se si me menaxhu riskun. Pse është e rëndësishme me menaxhu riskun? Do të është e rëndësishme e përmendëm më herët që mbron pasurinë financiare, po dhe ato intelektuale. Do të edhe këtu, për shembull kompanitë e përpunimit drunit, është mirë që edhe ato dizajnet që kanë unike me i patentu, ose edhe me i pas parasysh, do të thotë nëse jemi kompani
që kemi shërbime të veçanta ose që kemi pronësi intelektuale, që me pas parasysh edhe cili është ai risku që na ka noset ndaj produktit tonë që shmundin mbrojt. Tjetra është që përmirëson vendimarrjen. Thot nëse sikur zoti Nushi edhe Kaltrina që analizun se cili është risko, mande e kemi ma lehtë me marrë vendime, se e dim sakt se cili mundet me qenë risku potencial për se cilin element që kemi analizu, edhe në mënyrë të informuar mundemi me marrë vendime strategjike për arritjen e qëllimeve tona në biznes, por edhe do të thotë për me pas sukses edhe me u rritë si biznes. Tjetra është me anë të menaxhimit riskut e pamë edhe prej shembullit me Pestel që mundemi me siguru vazhdimsinë biznes. Prapet sekëm, nëse kemi për shembull një landën e parë që marrim vetëm të një furnitori caktum, edhe nuk kemi fare idenë se cilët mund me qenë furnizues tjerë, edhe pastaj ndodh qoftë një vështirësi që na shkaktohet nga një element ekstern, siç janë vendimet politike ad hoc, qoftë ose rritja e çmimeve, duhet gjithmonë me pas të thotë një plan B. E njëjta vlen edhe për klient. Thotë nuk mundemi me qenë krye kaput të varur prej një ose dy klientëve të mëdhej, se mandej është gjithmonë risku që s'mundem me pas vazhdimsi në biznes nëse ata klient neve na largohen. Tjetra është rëndësia tjetër është që përmirëson reputacionin. Tash imagjinoni nëse ne kemi vështirësi operacionale, kemi fluktuacion të madh në staf, kemi shumë raste në gjyq, kjo komplet ndikon në reputacion e firmës. Ose nëse kemi vështirësi edhe gjatë prodhimit, ku ndodhin gabime, edhe produkti pastaj ndikohet, sikur e dini ju rasti i Volkswagenit, që kanë pas, më thotë, këtë skandalin e emitimeve, a ju ka kushtu jo vetëm me reputacion, po kanë pas edhe humbje të mëdha financiare se kanë qenë vazhdimsi në gjyq, edhe kjo nuk është mirë, se pastaj kompanitë edhe klientët se gjithmonë kanë dashur me bashkëpunu juve për arsye të reputacionit nuk dojnë me bashkëpunu. Nëse e menaxhojmë mirë riskun, atëherë mundemi edhe me reduktu kështu humbjet eventuale financiare, përputhshmëria rregullative dhe ligjore veç ka me qenë e paraprime, thotë nëse i përcjellim trende, siç e thash edhe në fillim, se çfarë po ndodh në Bashkimin Evropian, se aty është pra destinimi i krejt eksporteve, destinimi i eksporteve tona, atëherë duhet gjithmonë me pas edhe një sy ka politikat e BE-s. Çka po ndodh për sektorin e prodhimit, cilat kanë ato se zakonisht në veçanti në BE, po edhe ta shembulli konkret me Gjermani, me qenë se kanë përvojën prej aty, nuk merren vendimet që kanë implikime financiare në biznes brenda natës, po gjithmonë është një periudhë e gjatë tranzicionale derisa të hyjnë në fuqi ato nene që mandej mund me pas ndikim në direkt bizneset e vendeve anëtare. Kështu që edhe atë gjithmonë ta keni parasysh, ai një përputhje jo vetëm me rregullativat ligjore të vendit tonë, po edhe nëse kemi synim me u zgjeru në tregun e jashtëm. Pastaj rëndësia është se përmes menaxhimit riskut mundemi pas edhe rritje dhe efikasitet edhe krejt në fond të rrjedhjes të investimeve. Jo vetëm të investimeve prej investitorëve që kanë dëshirë me investu në biznesin e juaj, mirë po edhe në këtë rast bankave. Do të thënë është sa më mirë ta menaxhoni ju riskun, aq më mirë të keni edhe mundësi që të bashkëpunoni edhe me institucione financiare, po edhe me partner tjerë, për shkak se do të thotë e din që kanë partner të besueshëm edhe të matën në këtë drejtim edhe nuk munden me rreziku se gjithmonë partneritet kur t'je humbin të dy palët nëse s'menaxhohet risku si duhet. Unë veç këto raste veç i dini edhe jo, po veç si shembull të thotë Volkswagen ka pas këtë problem se nuk e kanë menaxhu riskun si duhet, do të thënë kanë pas në prodhimin e tyre të veturave kanë emitu shumë gazra se sa që është dashur, kanë pas ky ka qenë një skandal shumë i madh, dash shumë vetura me u tërheq prej tregut, kanë pas humbje financiare, kanë pas raste të shumta në gjyq, edhe kjo diku do të thotë shumë keq, jo vetëm në kompani, po edhe tek blerësit që pastaj me shumë pikpyetje do të thotë ju kanë qas si brandit si të tillë. Këtë shembullin e Kodakut e di që çdo trajnim unë ku kam qenë që kam folur për change management e kam përdorur si shembull. Kodaku ka dështu se nuk ka dashur me qenë hap me ndryshimet, mu adaptu me fotografinë digjitale, s'kan dashur me diversifiku, ose kanë mbet shumë rapa edhe nuk kanë qenë proaktiv në këtë, edhe kjo ka mbet pra
si vështirësi që asnjëherë s'u t'i kalun edhe kanë dështu në këtë drejtim, edhe jo veç Tesla, po ka edhe Facebooku, po edhe plot kompani tjera kanë pas do të thotë janë ballafaquar me sulme kibernetike, ku pastaj do të thotë janë vjedh dhana prej të konsumatorëve edhe kanë dalë në publik edhe mandej është dashur kompanit vetë me analizu se qysh me reduktu atë riskun për nëse ka sulme të ardhmen. Unë çka e vrej prej kompanive në rritje, scale-ups, të me cilat unë punoj, është se kur kanë atë suksesin që gjenerojnë klient që më të mëdhej, me marrjen e kontrata më të mëdha, pastaj gjithsesi që duhet edhe me rrit stafin. Edhe shumë shpesh të kompani janë aq shumë të mikromenagju, sa që nuk munden me i dalë ballë kësaj rritjes. Do të thotë është shumë e rëndësishme që gjithmonë, qoftë në prodhim zoti Nushi, qoftë Kaltrina me e-commerce, që me kuptu që është aseti më i rëndësishëm fuqia punëtore. E di kjo tingëllon tepër klishe, mirë po nëse kemi dëshirë me pas sukses, në veçanti nëse jemi të synu tregjet e jashtme, duhet me pas konsistencë. Tash ajo konsistenca edhe ajo ekselenca qoftë në ofrimin e shërbimeve, qoftë produkti me pas njëjtin kvalitet, pa marrë parasysh tash sa janë rrit kërkesat, duhet me pas do të thotë sisteme që janë funksionale brenda kompanisë, procese, edhe duhet me qenë sa më afër punëtorëve. Për shkak se ndryshe është një ekip nëse i ka 5 persona, ndryshon kultura e punës kur bëhen 30, 50 edhe 100. Edhe ndryshon edhe mënyra e menaxhimit. Kështu që ky nuk është një risk nërsa që identifikohet te aty risku ekonomik ose social, po ka ma shumë të bëj me çështjen e kulturës, edhe ato gjithmonë duheni me pas parasysh se mund me pas një produkt jashtëzakonisht të vlefshëm. Po zoti Nushi, pjaja fjalën. Se që dorën, po më duket po. Po, ndërsa unë lim këtë slot në këtë që i ceke, tash mendimi jem, po jo të më dëshmërisht i sakt është që në shumicën e rasteve kompanitë që janë në rritje du të me fillu me ndarjen departamente. Për shkak se njëra prej çelësa suksesit sipas disa analiza është ndarja e departamenteve dhe fokusimi i punëmarrësve në detyra të caktuara dhe jo të përgjithësuara. Po, pikërisht ajo është. Do me thënë, duhet me pas, duhet me vendos procese në punë. Jo procese të prodhimit në këtë rast, po procese të menaxhimit të kompanisë, që mos me u mbi ngarku themelus ose CEO, ose pronar, që është në Kosovë në shumicën e rasteve, mirë po me pas një menaxhment të fuqishëm, cilët i besojmë, tani kthehemi prapë te kjo pjesa e komunikimit, që duhet me pas komunikim transparent, duhet me u nda qartë. Shumë shpesh në kompanitë Kosovës edhe çto përzihen, do me thënë lead, sales edhe delivery. Lead që nëse krijojmë këtë kontaktin e parë me një kontakt klient potencial, mandej departamenti i shitjes duhet me qenë komplet i ndarë prej departamentit, duhet me qenë një departament i veçantë që merret me shitje. Edhe mandej duhemi me patjetër që ato çfarë jemi tu premtu, edhe kjo prap lidhet edhe me atë riskun për me hup reputacionin, edhe me u përmbajt kontratave, afateve edhe cilësisë që është kërku. Edhe këto është e rëndësishme, e ceka paraprakisht që duhemi ne si ndërmarrës me kuptu se cili është klienti jon ideal, cili është ai target grupi jon. Edhe mandej me analizu, a është ky klient i përshtatshëm për neve, apo na krijon shumë a shumë punë se sa që kemi vlerë prej asaj kontratës. Mandej ndërmarrësit që janë edhe themelus edhe CEO, nuk bën me u stërngarku. Ata duhet të thotë me kriju struktura, si që thatë edhe ju, që sakt do të thotë me qenë ndame kush me cilat detyra merret, kujt i raporton, edhe në vazhdimsi me pas komunikim prej menaxhmentit deri te punëtori më i thjesht, me kuptu cili është misioni i ndërmarrjes, cilat janë targetet, që me undi do të thotë që janë të gjithë të përfshim, se veç kur kemi punëtor që vinë me qef në punë dhe janë të lumtur, edhe produkti edhe shërbimi në fund është i mirë. Nëse ka shumë fluktuacion, edhe kjo nuk është as pak e mirë për rritje, kështu që kultura në kompani duhet është diçka që merr shumë kohë, po duhet me u instalu. Tjetra çka vrej prej punës që nga një herë thot pa pas
fare, e dini kur t'jeni në rritje duhet e përmendet edhe ju duhet me blej makineri të re, duhet me investu në staf shtesë edhe nga njëherë kemi ma shumë shpenzime se sa që kemi të hyra dhe kjo është diçka ku duhet shumë e pas kujdes për planifikimet ma të tjeshme. Edhe kjo është ajo çfarë unë jam duke e vrejt me gjitha kompanitë cilat kam punu, me gjitha jo, me një pjesë bukur të madhe, që do të thotë nëse i kanë këto në rregull proceset, atëherë edhe kanë ma lehtë me u rritë dhe me u përballë me rrisqe. Ne e pam që një pjesë bukur e madhe juve është e shqetësuar sa i përket sulmeve kibernetike. Unë tash këtu veç po i ndaj disa veç janë propozime, do të thotë sa i përket nëse doni me pas trajnime për stafin e juaj, po edhe më ju testu sa i keni ju të sigurta sistemet, atëherë është kompania Sentry që i ofron këto shërbime. Në Kosovë ta në stacionum janë në Prishtinë, do të thotë këto janë gjitha në LinkedIn, se ju kisha inkuraju me qenë të gjithë shumë ma aktiv në LinkedIn me pas faqe juve që ju jenë personale, po edhe të kompanive të juja. Do të ky është veç rekomandim Sentry, sa i përket komplet pjesës compliance, edhe do të thotë sa jeni ju në përputhje me ligje regulativa që janë fuqi në sektorin e juj, po edhe me mbrojtjen e pronës pronësisë intelektuale, vokshi dhe lata kish me qenë si rekomandim. Trekserti ofron certifikime për ISO që janë prap shumë të rëndësishme edhe këto, edhe në procesin e mbrojtjes dhanave, po edhe në procesin e menaxhimit të kompanisë ka standarde të caktuara ISO që munden e ju si firmë pastaj me implementu dhe ja bën shumë atlet edhe menaxhimin e kompanisë, po edhe të rrisqeve të ardhmen. Trekserti është kompani gjermane, mirë po kanë zyre edhe në Prishtinë. E sa i përket Digital Akademia, Akademia Digjitale e Shqipërisë, Digital Academy of Albania, këta do të thotë janë transition për brandin e juaj. Sa ma shumë kompani evropiane janë të e vrejt që nuk janë të dashtë me investu në marketing përmes influencerave të ndryshëm ose përmes kampanjave, po ata inkurajojnë që vetë stafin me bo si ambasador të brandit vetë, edhe përmes stafit. Tash imagjinoni nëse jeni kompani që i keni 50 veta staf, edhe secili prej aty në 50 punëtorë bëhet ambasador i kompanisë juaj, atëherë marketing më të mirë se ata nuk ka. Edhe kjo lidhet do të thotë ngushtë me këtë pjesën e reputacionit, brandingut, për me tregu se çfarë po bëni. Po për ndryshe prapë ju referoj edhe te Business Consultants Council, ose këta do të thotë kanë eksperta të cilët mund m'ju ndihmu në matjen e riskut financiar, po edhe riskeve tjera ku ndoshta ju duhet një ekspertizë jashta ekipit juaj. Prap nëse do një këthej mentimeter, vish me matë sa keni qenë të knaqën, ose çka mundemi me bo ndryshe edhe ma shumë. Për mu ka qenë hera parë që maj webinar, për ndryshe unë ma shumë fokusohem në këtë pjesën e PR-it edhe përfaqësimit firmave, do të kompani cilat kanë dëshirë me hulumtu tregjet jashtme, jo veç në Evropë, po globalisht. Unë e kam një rrjet jashtëzakonisht fort, edhe di kanë me lidh me cilën kompani në këtë aspektin e matchmaking, po edhe për vizibilitet edhe për partneritete strategjike. Edhe gjitha këto munden me ecë veç nëse keni ju në rregull menaxhimin e riskut që gjatë rrugës mos me hasën pengesa që munden pastaj ju damtu në krimin e partneriteteve të huaja. Kushdo që doni mundeni me u lidh me mund LinkedIn, edhe nëse keni pyetje tjera shtesë. Për mua ka qenë kënaqësi, veçanti ju që keni qenë më aktiv. Po nëse edhe tash keni pyetje, mundeni me i parashtru ato, zgjatëm pak kohën se patëm vështirësi në fillim. Po shpresoj që Tanita është në rregull me këtë. Patjetër ke shumë informuese edhe dobishme. Ato probleme teknike ndonjëherë janë zakonshme dhe ndoshta pjesëmarrësit e patën durimin edhe mirë kuptimin. Na po ju luajmë edhe në 1 minutë 2 nëse keni komente të fundit ose ndonjë pyetje. Lirisht mundeni me ngrit dorën. E falenderojmë shumë Norën për gatishmërinë që e ka edhe mas këtij webinari, edhe qasjen e saj që e pat në këtë webinar. Me të vërtetë ishte më interaktive se webinarët e kaluam.
Po shpresoj që kjo ndarja përvojës së saj dhe njohurive të Norës ka qenë e vlefshme dhe informuese për të gjithë juve. Mos më vetet kur gjë tjetër veç që më ju thon faleminderit që ketë gjithë së bashku me nesër. Mos harroni me ndjek webinaret e radhës në kuadër të Empower Business webinars që organizohen në kuadër të platformës biznesi. Unë ju dëshiroj juve shumë suksese edhe faleminderit. Shumë faleminderit edhe prej meje, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.